ka marrë në kohën e krizës së hidrokarbure dhe bëhet fjalë për masën e subvencionimit për transportin qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Do kishim një masë subvencionuese, siç kishim edhe në kohën e vitit 2022 dhe konkretisht sot e kemi miratuar që bëhet fjalë për një kompensim në masën 50 lekë për litër për gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetës, ndër qytetës dhe rreth qytetës. Milot Balltren është një rrugë shumë e rëndësishme për gjithë korridorin Adriatiko-Jonian, por kryesisht për veriun e Shqipërisë dhe kryesisht edhe për qarkun Shkodër, në të cilën unë kam vëmendje maksimale për atë rrugë dhe që presim që patjetër është në procedurë konkurruese, ka rrugën e vet ligjore dhe komisioni i dhënies me koncesion po e verifikon me rregullshmërinë e duhur dhe unë pres që siç e kemi informuar edhe që ju e saktësuat para disa javësh, siç unë e kam informuar, do kemi mundësinë që ta shpallim fituesin dhe nisjen e kësaj rruge kaq shumë të rëndësishme për gjithë veriun dhe sidomos edhe për qarkun e Shkodrës, sepse lidh pjesën e korridorit Adriatik me pjesën tjetër të Shqipërisë. Për sa i përket le të themi shqetësimit që ju ngrini, unë mendoj që është një shqetësim që nuk është shumë i bazuar për shkak se të gjitha këto rrugë që ju referoni, patjetër janë me toll me pagesë, siç janë në gjithë Europën, për ato që duan të ecin me një kategori A autostradë, por kanë dhe rrugët alternative të cilat përsëri mund të jenë të aksesueshme. Dhe në këtë kuptim, patjetër realizohet funksioni publik i bërjes së një rruge të një kategorie të caktuar të nivelit A, por po ashtu duke krijuar dhe mundësinë rrugës alternative pa pagesë. Në këtë kuptim qytetari nuk humbet asgjë përveç se përfiton një rrugë me standard të lartë dhe për të ardhur dhe për të ndërlidhur me qytetet e tjera në një kohë sa më të shkurtër.